Ka një maksim në botën e dizajnit që thotë: nëse diçka duket e çuditshme, ndoshta ka një arsye për të qenë. Dhe këto mjete janë prova e gjallë se rralla, nganjëherë, është thjesht zgjidhja më inteligjente për një problem të pamundur. Nuk kërkonin të ishin të bukur, as të thyenin rekorde shpejtësie, as të impresiononin askënd në panairet e automobilave. Kërkonin një gjë: të zgjidhnin një problem konkret, në mënyrën më efikase të mundshme. Edhe pse rezultati dukej si një eksperiment laboratorik i dal jashtë kontrollit. Këta janë kamionët që i shikon dhe mendon: si u erdhi në mendje? Por që kur kupton historinë e tyre, vetëm mund të heqësh kapellën. Le të fillojmë. Numri 8. Volkswagen Toupe 127. Fridolin 1964. 1974. Paramendoni se punoni në shërbimin postar gjerman në vitet 60. Mjetet tuaja janë dy: Volkswagen Beetle, shumë i vogël për malet me letra dhe pako, dhe Volkswagen Transporter, shumë i madh dhe i shtrenjtë për shpërndarjen ditore. Ju duhet diçka ndërmjetme, diçka që nuk ekziston. Çfarë bëni? Nëse jeni Volkswagen, merrni pjesë këtu e atje dhe ndërtoni një Frankenstein mekanik. Kështu lindi Toupe 127, i mbiquajtur Fridolin. Përdorte shasinë e Karmann Ghia sepse ishte më e gjerë dhe më e qëndrueshme se ajo e Beetle. Mbrapa kishte motorin klasik boksier të ftohur me ajër, gjë që detyronte ngritjen e dyshemes së ngarkimit, duke krijuar një qendër graviteti të çuditshme, por edhe një mjedis të brendshëm çuditërisht të gjerë. Dyert ishin rrëshqitse gjigante, të rënda dhe të ngathta, por perfekte për një postier që hynte dhe dilte qindra herë në ditë. Karoceria ishte tërësisht këndore, duke u shkëputur nga kthesat e Beetle dhe duke i fallur një aerodinamik tule. Shpejtësia e tij maksimale mezi arrinte 95 km/h me erën në favor. Por nuk ishte rëndësi. Midis viteve 1964 dhe 1974 dërtuan më shumë se 6.000 njësi për Gjermaninë dhe Zvicrën, dhe shumica punuan derisa fjalë për fjalë vdiqën. Prandaj sot pothuajse nuk ekzistojnë. Të shohësh një Fridolin në rrugë është më e rrallë se të shohësh një supermakinë moderne, dhe atu ku shfaqet vjev më shumë shikime se çdo Ferrari. Fridolin është prova se inxhinieria nuk kërkon gjithmonë të jetë seksi. Nganjëherë vetëm kërkon të jetë e dobishme dhe përfundon duke u kthyer në legjendë. Numri 7. Tempo Viking dhe Goliat. G750, Gjermani, vitet 50. Lufta e dytë botërore e la Europën në rënim. Nuk ishte para, nuk ishte çelik, nuk ishte kohë për luks. Duheshin rindërtuar qytete të tëra me atë pak që kishte mbetur. Dhe në atë kontekst, Gjermania bëri diçka që sot duket çmenduri. Mbushi rrugët e saj me mjete me 3 rrota, sepse 3 rrota nënkuptonin më pak material, më pak taksa, më pak ndërlikime. Tempo Viking ishte një përpjekje për të bërë përgjegjës duke shtuar një rrotë të katërt, por ruante shpirtin e egër të parardhësve të tij. Mbante një motor të vogël, 2 kohësh të trashëguar nga teknologjia aeronautike, që tingëllonte si një sharë elektrike e tërbuar dhe lëshonte rrethët timit blu sa herë që shpejtoje. Gjithçka ishte ngjeshur në një hund të ulët me pamje peshku, ku motori, transmisioni dhe traksioni i parë luftonin për të njëjtën hapësirë. Rezultati ishte një mjet që dridhej aq shumë sa ndjeje se ishte hipur mbi një lodër mekanike gjigante. Madje nuk ishte as matës karburanti. Për të ditur nëse do mbeteshe në rrugë, duhej të ndaloje dhe të fusje një shufer në serbator. Dhe sikur kjo të mos ishte mjaftueshëm absurde, u shfaq rivali i tij, Goliat, D750, ironikisht i quajtur kështu sepse ishte imçak. Kishte vetëm një rrotë përpara, një krevat ngarkese mbrapa dhe një motor të vogël 2 kohësh të fshehur nën sedilje. Çdo shpërthim i cilindrit transmetohej drejt për drejt në shtyllën tënde kurrizore. Nuk ishte izolim, nuk ishte luks, vetëm zhurmë, dridhje dhe punë. E pabesueshmja është se mund të ngarkonte pothuajse peshën e vet në tulla, dru ose çimento. Ndihmoi në rindërtimin e qyteteve të tëra, kur kamionët e mbenj nuk mund të kalonin nëpër rrugët e ngushta dhe të shkatëruara. Por drejtimi i tij ishte si të negocionit me fizikën në çdo kthes. Nuk merrje një rreth rrotullim, i mbijetoi atij. Numri 6. Morris J-Type. Mbretëria e Bashkuar, vitet 50.
Sikur studiot e animacionit të viteve 50 të kishin projektuar një kamion, ai do të kishte qenë Morris J-Type. Karroceria e tij dukej sikur shkrihej drejt përpara, me një ballë të rrumbullakosur, fener të dalë si sy bretkose dhe një xham të ndarë që jepte një fytyrë simpatike dhe inocente. Por pas asaj estetike të adhurueshme, fshihej një përvojë drejtimi mjaft e egër. Pas luftës, Britania e Madhe kishte nevojë të lëvizte ekonominë e saj shpejt. Bukpjekësit, lulshitësit, qumështësitësit dhe kasapët kishin nevojë për mjete të vogla, të lira dhe të manovrueshme për rrugët e ngushta të Londrës dhe qyteteve industriale. J-Type ishte përgjigja perfekte, kompakt nga jashtë, praktik nga brenda dhe me një dizajn që spikaste mes gjithçkaje që qarkullonte në vitet 50. Por shoku i vërtet ishte në brendësi. Motori prej 1,5 litre nuk ishte as përpara, as mbrapa. Ishte brenda kabinës, i ulur midis shoferit dhe pasagerit, në një kapak metalik të hollë si letër alumini. Në verë, kjo e kthente habitaklin në një lloj furre lëvizse. Shoferi jo vetëm që shpëndante produkte, por edhe piqej ngadalë ndërsa punonte. Dyert e para ishin rrëshqitse të jashtme, perfekte për rrugët e ngushta, dhe shumë shofer i linin të hapura për t'u ajrosur ndërsa përparonin. Problemi ishte se ishe i ulur praktikisht mbi rrotat e para, gjë që jepte shikueshmëri totale, por zero mbrojtje. Në një goditje, ju ishit para kolpi. Kutja e shpejtësive me 3 shpejtësi ishte e famshme për zhurmat e çuditshme nëse nuk e trajtoje me dashuri. Të drejtoje një J-Type mirë ishte pothuajse një art. Megjithatë, publiku e deshi. U bë simbol i optimizmit britanik të viteve 50, me siluetën e tij të butë dhe qëndrimin e tij punëtor. Një furrë me rrota por me shumë zemër. Numri 5. DKW Schnellhaster, Gjermani, 1929. Ka mjete që hynë në histori për bukurinë e tyre, të tjerë për fuqinë, të tjerë për shpejtësinë. Dhe pastaj janë ata që hynë në histori sepse u paraprin 30 viteve të ardhmes pa bërë zhurmë. DKW Schnellhaster është një prej tyre. Në pamje të parë, duket sikur po shkrihet drejt tokës. Bali i tij bie në një linjë të vetme të vazhdueshme nga catia deri te parakolpi, sikur dikush të kishte tentuar ta bënte aerodinamik para se kjo të ishte në modë. Por çmenduria e vërtetë e Schnellhaster nuk ishte në mënyrën si dukej, por në mënyrën si ishte ndërtuar. Në fund të viteve 40, pothuajse të gjithë kamionët dhe furgonët ishin me traksion të pasme. Kjo nënkuptonte një aks, një tunel qendror dhe një dusheme të lartë për ngarkesën, plot me pengesa. DKW vendosi të thjej rregullin, vendosi motorin përpara dhe lëvizi rrotat e para. Traksioni i parë në një furgon ngarkese. Diçka që sot është plotësisht normale, por që në 1949 ishte pothuajse heretike, një herezi mekanike. Fal këtij vendimi, zona e pasme mbeti plotësisht e sheshtë. Asnjë tunel, asnjë shkallë çuditshme, asnjë humbje hapësire. Dysheme e ngarkimit ishte vetëm 40 cm nga toka, duke bërë ngarkimin e mallrave shumë të lehtë, pothuajse një lojë fëmijësh. Pa e vënë re askush, pa fushata marketingu apo njoftime të mëdha, DKW sapo kishte shkruar manualin e dizajnit modern të furgonëve. Motori ishte i vogël, 2 cilindra dhe 2 kosh, nuk ishte i heshtur, tinglonte si një zgjua metalik i zemruar. Vendone se emri i tij do të thoshte ngarkues i shpejt, nuk vraponte shumë, por e kompensonte me një shkatësi mahnitëse. Ekzistonin versione pick-up, panel, minibus, kamper, ambulanca, madje edhe transport luksi. Prandaj sot, ata pak që mbjetojnë kërkohen nga koleksionistët e gjysmës së botës. Shumë u përdorën deri në vdekje në Europë dhe pothuajse asnjë nuk kaloi në Amerikë. Schnellhaster nuk u përpoq të ishte spektakolar, u përpoq të ishte logjik. Dhe pa dashur, pa e synuar, krijoi modelin që sot përdorin pothuajse të gjitha vanet moderne. Një revolucion i heshtur me formë karamelee të shkrirë. Numri 4. Maz, Dimia. Perestrojka, Bashkimi Sovjetik 1988. Ishte viti 1988. Bashkimi Sovjetik përpiqej të rishpikte veten dhe në atë shpirt ndryshimi, uzina e Minskut vendosi të bënte diçka që asnjë prodhues perëndimor nuk ishte guxuar as ta vizatonte. Të krijonte një kamion që nuk kthehej me rrotat, por që palosej i tëri në mes. MAZ, Dimia,
Imbicuajtur perestroika përënder të reformave të Gorbachovit, ishte një koncept aq radikal, sa kur e prezentua në salonin e automobilit në Paris, shumë besuan se ishte një maket shkencoro fantastik. Por jo, ishte real, funksional, ve rrezikshmërisht i avancuar. Inxhinierët sovjetik ndan kabinën nga shasia, duke krijuar një sistem modular kur më parë të parë. Gjithçka e rëndësishme, motori, transmisioni dhe drejtimi, jetonte në një modull traksioni nën kabinë. Kabina nuk kanohej si në kamionët e tjerë. Në vend të kësaj, i gjithë bali rrotullohej në raport me rimorkion, duke eliminuar plotësisht hapësirën e vdekur midis shoferit dhe ngarkesës. Rezultati ishte një siluetë e pastër, pothuajse si një tren plumb me rrota. Dhe nuk ishte vetëm estetik. Fal atij dizajni, perestroika fitonte pothuajse 350 këmbë kub ekstra hapësirë ngarkese krahasuar me kamionët normal të kohës së tij. Dyshemeja e kabinës ishte plotësisht e sheshtë, diçka që sot na duket normale, por që në vitet 80 ishte shkencë fantastik e pastër. Madje edhe rimorkio kishte rrota drejtuese, gjë që lejonte që ky monster prej pothuajse 20 metrash të kthehej sikur të ishte një sedan familjar. Në gjithë atë futurizëm, jetonte një motor MAN nafte, sepse as Bashkimi Sovjetik nuk mund të prodhonte një motor në lartësinë e një mrekullie të tillë. Emri perestroika nuk ishte i rastësishëm. Përfaqësonte rindërtimin, shkëputjen nga çdo gjë e vjetër. Dhe për një moment, për një çast, u duk se do t'ia dilnin. Por Bashkimi Sovjetik kolapsoi, fondet u zhdukën dhe projekti vdiq. Sot, vetëm pak prototipa mbijetojnë në muze, duke na kujtuar se pati një kohë ku një kamion sovjetik u përpoq të kërcente dekada drejt së ardhmes. Dhe pothuajse ja doli. Numri 3. Divko Milk Truck, Shtetet e Bashkuara, vitet ditet, shtetet djete. Nëse u rrite në Shtetet e Bashkuara midis viteve 40 dhe 70, zhurma e qumështit në derën e shtëpisë tënde çdo mëngjes vinte nga kjo gjë. Divko Milk Truck nuk ishte një rallësi eksperimentale nga e cila u prodhuan 4 njësi. Ishte pjesë e jetës ditore të miliona njerëzve gjatë dekadave. E megjithatë, ishte një nga mjetet më të çuditshme që kanë qarkulluar ndonjëherë. Në pamje të parë, duket simpatik. Hundë shkurtër, xham i ndar dhe një grill art deco që pothuajse buzëqesh. Por çmenduria e tij e vërtet ishte në brendësi. Divko i projektoi këta kamion për rrugë me qindra ndalesa, ku shpëndarësi hynte dhe dilte vazhdimisht. Të uleshe çdo herë ishte humbje kohe, kështu që marka bëri diçka radikale. Instaloi kontrole të dy fishta për të drejtuar në këmbë. Dyshemeja ishte shumë e ulët. Shoferi mund të qëndronte në këmbë, të mbante timonin me një dorë, të përshpejtonte me një dorezë rrotulluese dhe të frenonte pa ullur. Ishte më e ngjashme me pilotimin e një makinerie industriale se sa me drejtimin e një kamioni. Për udhëtime të gjata kishte një sedilje, por në lagje pas lagjeje, dales pas dalese, shpëndarësi praktikisht e ekte kamionin. Shasia ishte ultra rezistente, sepse duhet të ngarkonte mijera shishe qëllçi të mbushura me qumësht dhe bloqe akulli për ta mbajtur të ftohtë. Nuk kërkonte shpejtësi, kërkonte të duronte ndëshkimin. Motorët e tij, përgjithsisht Continental me 4 ose 6 cilindra, ishin të konfiguruar me raporte transmisioni shumë të shkurtra. Nuk kalonin 60 km/h, por mund të punonin gjithë ditën, çdo ditë, pa u dorëzuar. E pabesueshmja është se dizajni pothuajse nuk ndryshoi gjatë dekadave, sepse funksiononte perfekt për misionin e tij. Divko nuk ishte i bukur rastësisht, ishte i çuditshëm nga nevoja. Dhe mbase prandaj u bë një nga kamionët më të njohshëm të historisë amerikane. Një monument lëvizës i efikasitetit më absurd. Numri D. Skamel Scarab, Mbretëria e Bashkuar, vitet 50-60. Nëse ndonjëherë keni parë një insekt gjigant me rrota, ndoshta ishi duke parë një Skamel Scarab. Ky traktor mekanik britanik dukej sikur kishte dalë nga një film animacioni stop motion. Kabina e tij e zhumbullakët, bishti i tij i shkurtër dhe qëndrimi i tij i ngjeshur e bënin të dukej si një lodhër. Por ishte një makinë pune serioze e projektuar për të tërhequr rimorkio në stacione treni, kalata dhe fabrika. Gjëja më e çmendur e Scarab fillonte nga jashtë. Rrota e rezervës ishte e montuar në derën e shoferit, si një gung që të shikonte sa herë që hipje.
Por spektakli i vërtet fillonte kur rrotulloje timonin. Në vend që të kishte një sistem drejtimi konvencional, i gjithë kompleti i kabinës dhe motorit anohej drejt anëve për të marrë kthesat. Po, e lecuat mirë. Për t'u kthyer, e gjithë kabina anonte si një anije që po anohet. Shoferi ishte i ullur dhe kur kthehej djathtas, gjithçka rreth tij anohej me të. Ishte një kërcim mekanic, një koreografi qeliku që sot do të ishte absolutisht e pamundur të homologohej. Por në vitet 50, në rrugët e ngushta industriale britanike, funksiononte mrekullisht. Motori i tij nafte Perkins ishte i vogël por kokfort, dhe transmisioni i tij lejonte manovra me precizion milimetrik për të lidhur rimorkjot në hapësira të pamundura. Scarab ishte për dekada mbreti i logjistikës së brendshme në fabrika, si ajo e Ford në Dagenham. Sot, ata pak që mbjetojnë lakmohen nga koleksionistët e të gjithë botës, jo vetëm për rrallësinë e tyre, por sepse të drejtosh një të tillë është si të pilotosh një anije në tokë të thatë. Një përvojë që asnjë mjet tjetër nuk mund ta ofrojë. Numri 9. Morris F.G. Mbretëria e Bashkuar, vitet 60. Arritëm në fronin e rrallësish, dhe fituesi nuk është një kamion sovjetik që ndahej në dush, as një shpërndarës që drejtonte në këmbë, as një insekt mekanic që anohej për t'u kthyer. Është diçka shumë më delikate, por pafundësisht më inteligjente. Është Morris F.G. Në shikim të parë, duket si një kamion i prerë keq me një bicak. Kabina e tij nuk është katrore. Këndet e pasme janë tanuara në një kënd të çuditshëm, sikur dikush të kishte kafshuar karrocerin me një kafshim të pastër. Prandaj, në Mbretërinë e Bashkuar e mbicuajtën 3 penny bit, duke ju referuar një monedhe të vjetër 3 penny që kishte saktësisht atë formë 12 këndore. Por ajo prirje nuk ishte një tek estetike, as një gabim dizajni. Ishte inteligjencë e pastër e zbatuar për mbijetesën urbane. Në vitet 60, rrugët britanike ishin të ngushta, ishin plot me trafik dhe kishin bordura vrasëse për kamionët. Morris vendosi të projektojë një mjet duke menduar fillimisht për sut e shoferit. Dujert nuk ishin të montuara në një mur të drejtë, por në ato panele të anuara. Truku ishte i thjeshtë por brillant. Kur shoferi hapte derën, ai nuk pushtonte korsin ngjitur. Dera qëndronte brenda gjerësisë totale të kamionit, duke shmangur që një makinë që kalonte me shpejtësi ta merrte përpara. Mijëra aksidente potenciale u shmangën me atë prirje të thjeshtë. Por FG kishte diçka edhe më të padukshme dhe më brillante: dritaret e bordurës. Kristale të vogla të vendosura poshtë, pothuajse në lartësinë e këmbëve të shoferit, që lejonin të shihje saktësisht ku mbaronte trotuari dhe fillonte rruga. Parkimi një kamioni të madh në rrugë të ngushta bëhej qesharakisht i lehtë. Mund t'i afroheshe bordurës me precizion milimetrik, pa hamendsuar, pa zbritur, pa goditur asgjë. Sot, këtë e bëjnë kamerat dhe sensorët. Në 1960 e bënte një copë xhami e vendosur mirë. Morris nuk shpiku një motor revolucionar, as një transmision të pabesueshëm. Shpiku diçka më të vlefshme, një mënyrë për të parë botën nga kabina. Mendoi fillimisht për sut e shoferit dhe krijoi pa dashur, pa e synuar, kamionin urban më inteligjent të kohës së tij. Prandaj, Morris FG është mbreti i absurdit, sepse dëshmon që nganjëherë inxhinieria më e mirë nuk është ajo që i ndelikon më shumë gjërat, por ajo që të lejon të shohësh me qartësi atë që ke përpara. Nga një kamion sovjetik që ndahej për t'u kthyer, duke kaluar te shpëndarësitë që drejtonin në këmbë, insekte mekanike që anoheshin në kthesa, deri te arritja në këtë aberacion me dritare në këmbë. Të gjithë këta mjet kanë diçka të përbashkët. Askush nuk ndoqi rregullat. Ishte eksperimente lëvizse, ide të çmendura që dikush guxoi t'i vendoste mbi rrota në vend që t'i linte në një sirtar. Disa dështuan, të tjerë ndryshuan industrin pa e vënë re askush, dhe disa sot do të ishin të pamundur të homologoheshin për arsye sigurie. Por historia e automobilit nuk përparon vetëm me dizajne të bukura dhe të arsyeshme.